Një kryevepër e ndrej vrapit në minutën e 41 i ka mjaftuar Vllaznisë që të fitojë ndaj Teutës në ndeshjen e vlefshme për javën e 8 të Superligës. Lojtari i kryeqytetas, i aktivizuar si titullar në këtë takim, ka ekzekutuar saktë një goditje dënimi, duke dërguar topin në rrjet dhe pikërisht ky gol do të ishte i vetmi i kësaj ndeshje të fituar nga Kuqeblut me rezultatin 1-0. Në ndryshim nga ndeshja e kaluar me Laçin, këtë herë të vërejtur një paraqitje krejtndryshe e skuadrës shkodrane, e cila ka dominuar takimin me të gjitha drejtimet dhe ka merituar fitoren. Këtë gjë ka pranuar dhe vetë trajneri i Teutës Roberto Cevoli pas ndeshjes, ndërsa për trajnerin e Vllaznisë Armando Cungo ishte një fitore kthesë për të ardhmen. Natyrisht se ankthi ishte prezent, pasi ishte një ndeshje e cila ishte etike për një marrje 3 pikëve. Ke pas parasysh edhe gabimin që i bëmë javën e kaluar. Në to kushte presioni ka qenë shumë i madh tam drejtën e sportistat. Me fjalë, me paragjykime nga më të ndryshmet, gjatë cilën nuk na ka shërbyer absolutisht për qetësinë e duhet. Tham drejtën e unë si trajner nuk kam bërë përjashtim nga presioni siç kanë pasur edhe sportistët. Edhe unë kam qenë një presion tillë, jo presion për qenë unë ose jo trajneri i Vllaznisë, për mos ka asnjë lloj problemi kjo absolutisht. Presion pasi është punu dhe kur punohet natyrisht që nuk meritojmë një rest të tillë. Në këto kushte kjo ndeshje ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne dhe besoj se djemt e kuptuan jashtëzakonisht mirë dhe reaguan në mënyrë më të mirë të mujtën. Vllaznia ha fatto una buona partita. Padyshim që Vllaznia bën një ndeshje të mirë, ishte e luftuar pra. Por sa i përket disa episodeve që mund të jenë dhe vendimtare, janë për të riparë, pra sepse ndoshta mund të na kenë penalizuar. Me fitoren e sotme, skuadra shkodrane tashmë duket disi me qetë në renditje, megjithatë ky 3 pikësh do të jetë natyrisht dhe një motiv më shumë për të bërë më të mirën e mundshme edhe në takimin e javës së ardhshme në kryeqytet ndaj Tiranës.